Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, në këtë ditë të martë për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe atë se çfarë sonte do të ndodhë në spektakël në Big Brother. Ka ndodhur shumë ngjarje. Ju po takoheni me mua Tirona Lilin çdo ditë në kanalin Monitor TV për të sjellur ngjarjet pranë jush. Do të nisim të komentojmë se çfarë do të ndodhen sonte në spektakël. Është shumë pritshmëri, ka patur shumë debate të forta, ka patur aleanca, por po lindin edhe dashuri. Po lindin emocione, po lindin pasione brenda kësaj shtëpie. Edhe pse po afrohemi drejt fundit të Big Brotherit, tashmë na ka mbetur pothuajse edhe një muaj në këtë spektakël, banorët janë në gjendje të bëjnë gjithçka për të arritur qëllimet e tyre që të arrijnë në finale, ose janë ndjenja të cilat lindin ditëve të fundit brenda asaj shtëpie, që për këtyre ndjenjave mund të presim gjithçka. Unë kam krijuar kronologjinë e natës së sonte për të sjellur pranë jush temat, debatet, njëkohësisht edhe surprizat që banorët do të marrin, por duke u bazuar nga e marta në të shtunë, e marta gjithmonë është më e fokusuar në debate, në të cilat kanë ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit, jo shumë kohë, pothuajse vetëm 2 ditë. Duket se spektakli i radhës si Big Brother VIP Albania 4 do të sjellë një mbrëmje plot dinamizëm, emocione dhe tensione dramatike. Tema e parë, e cila do të flitet, është tema e puthjes së Laertit mes Gjestit, ku më pas edhe mes Aldos. Puthja e cila erdhi në kuadër të lojës, puthja e cila erdhi në kuadër të humorit, të një momenti të bukur brenda shtëpisë, siç duket ka krijuar debat, hatërmbetje dhe dinamika shumë të forta, duke ju vënë edhe epitete të ndryshme personazheve të cilët e përdorën këtë puthje. Do të ndalem konkretisht tek Laerti dhe tek Gjesti. Laerti dhe Gjesti ishin dy banorë të cilët për sarkazëm, për humor, për një moment të bukur, puthën njëri tjetrin në buzë, por çfarë puthje ishte, një puthje shumë e thjeshtë. Valbonës, pretendentja apo goca që thot gjithmonë që ka ndjenja për Laertin, siç duket ju duke rënd kjo si situatë dhe u mërzit shumë saq që filloi dhe plasi në debate. Gjithsesi, një herë pikë pari pritet që të kemi një klip të përmbledhur të kësaj situate, puthja mes Gjestit dhe Laertit, pas një loje dhe një sfide që Rozana përzjodhi banorët në 48 orëshin e saj, që duheshte të bëjnë në çfarë thot Rozi, por siç duket kjo nuk është se ndikoi në pozitivitet, me patjetër që solli dhe zdënka. Skena hapet me një përmbledhje të momenteve kyçe gjatë javës, duke përfshirë puthjet e diskutueshme të Laertit dhe Gjestit, por në këtë puthje hyri edhe Aldo. Mbrëm gjatë orëve të darkës, po ndiqja Big Brother dhe Valbona po grindej me Aldon se si mundet ti të puthësh Laertin, ç'është kjo kulturë, çfarë meshkush jeni ju, çfarë situatash janë këto, nuk është gjë e bukur kjo, duke i rënë në sy për faktin që ti ke bërë këtë gjën. Tani nga ana tjetër, për shembull, Laerti thonte Valbonës, po si nuk e vëret mendje një herë të kuptosh që për shembull Rizarta nuk e diskuton këtë si gjë, domethënë nuk e sjellën brenda shtëpisë si temë, nga që ka arritur ta kupton se çdo gjë ishte në kuadër të lojës, çdo gjë ishte në fokus të lojës. Por siç duket Valbona po i jep më shumë zë kësaj gjëje sepse ndoshta mendon që duke diskutuar shumë të temën do të përfolet në prime dhe kështu që arriti Valbona të arrijë qëllimin e saj që në spektakël të jetë në vëmendje. Diskutime të nxehta në studio ku opinionistët analizojnë marrëdhëniet mes tyre dhe ndikimin emocional që ka pasur në të tjerët brenda shtëpisë. Domethënë, kjo puthja çfarë ka ndikuar, për shembull te Valbona, shprehu një lloj ndikimi emocional, shprehu një lloj mërzitje, ndërsa te Rizarta nuk është se ndikoi, nga që Rizarta është ky njeriu që i merr gjërat më shtruar. Brenda shtëpisë përplasje mes banorëve, një debat i ashpër mes Valbonës dhe Laertit mbi ndjenjat e saj të lëndimit edhe zhgënjimit në këtë rast, dhe kamera fokuson fytyrat e banorëve të tjerë teksa kjo temë poliralizuese
ndikon në atmosferën e grupit. Do të thënë të gjithë do t'japin një mendim për këtë temën, me patjetër opinionistët do t'japin qëndrimet e tyre. Besoj që është e tepër të diskutohet, por Valbona e ka diskutuar shumë këtë gjë në shtëpi dhe me patjetër që sonte do t'jetë në prime. Pastaj, tema e dytë do t'jetë lirimi shpirtëror i Gjestit pas largimit të Eglit. Unë e kam titulluar kështu. Gjesti po tregon shumë adrenalin, Gjesti po tregon shumë pozitivitet, Gjesti ka krijuar një lloj aleance brenda në lojë me Rozanën. Do të shohim se sa do t'ju zgjas kjo aleancë, por nuk është një aleancë aq e besueshme sa nga ana e Rozanës. Për shembull, gjatë kohës kur mbrëm, banorët jepnin mendime se kush është më përdoruesi në shtëpi, apo kush është më keq përdorësi, apo fenomene të këtilla. Gjesti përzodhi emrin e Rozanës, që Rozana në një moment edhe u befasua nga që nuk e priste që Gjesti do t'ishte ai që do të zgjidhte këtë emër. Dhe në anën tjetër është Rozana që nuk e zgjedhën Gjestin, domethënë që po ruan këtë lloj aleance të shtëpisë që ajo ka krijuar me Gjestin menjëherë pas largimit të Eglit. Dhe largimi i Eglit e liroi shpirtërisht Gjestin, i hapi rrugë që ai të bën më shumë lojë, që ai të bën më shumë aktivitet, të jetë më kreativ brenda kësaj shtëpie dhe i ka dhuruar më shumë imagjinat. Domethënë ndoshta mënyra që Egli ishte hatërmbetëse, mërzitej etj. Do ta diskutoj pastaj në videon e radhës. Domethënë thjesht Gjesti po tregon njeriu tjetër. Gjesti t'i jepet një moment reflektimi të thellë në dhomën e rrëfimit, duke treguar për ndjesinë shpirtërore pas daljes së Eglit nga shtëpia. Një klip tregon ndryshimet e dukshme në sjelljen e tij, më energjik, më i angazhuar, me sfida dhe më i buzëqeshur. Dhe në shtëpi zhvillohet një bisedë ku disa banorë e mbështesin dhe përgëzojnë për këtë transformimin pozitiv, ndërsa disa të tjerë e shohin si hipokrizi. Domethënë kuptimin që Gjesti po përdor çdo detaj, një diçka që në fakt i është thënë edhe nga Ola natën e mbrëmshme, që ti e përdore Eglin, ti e çove Eglin në paranoja, ti je njëri i pa zemër, je njëri i pa shpirt, po përdor çdo situatë. Thënë diskutime që janë bërë dje në shtëpinë e Big Brotherit, konkretisht nga Ola gjatë kohës kur Gjesti po gatuante darkën. Dhe më pas, tema tjetër është aleanca dhe dashurit. Ajo që unë në fillim e ceka, do të thënë po krijohen emocione të reja, po krijohen ndjesi të reja, po krijohen dashuri të reja. Tani sa do t'i besojmë në këto dashuri? Nuk do vëmë duar në zjarr në asnjë mënyrë, sepse janë dashuri që mund të krijohen edhe për interes të lojës, duke e ditur se sa e fortë është loja brenda, sa banor të fortë janë. Në fakt dua të përgëzoj banorët e rinj të cilët kanë hyrë dhe e kanë kuptuar lojën dhe po luftojnë me të gjithë forcat për të qëndruar në lojë. Kjo është e befasueshme, por domethënë janë gati të bëjnë gjithçka për të qëndruar në lojë. Për shembull, Ola dhe Jozi janë në qendër të vëmendjes për romancën e tyre në lulëzim. Klipet e momentit të tyre më të ëmbël shfaqen gjatë këtij spektakli. Nga ana tjetër diskutohet tradhtia dhe taktikat e dyshimta ndaj Loredanës, çka sjell një përplasje verbale mes disa prej banorëve. Dhe Valbona dhe Viserlo shfaqen në një bisedë të tensionuar për qëndrimet e ndryshme brenda grupit. Do të thënë ka shumë ngjarje. Unë besoj që Ola dhe Jozi nuk është se do të kenë një lidhje, por e shikoj që ka një lloj emocioni. Në anën tjetër, për shembull, është Laerti dhe Valbona që duan të bëjnë diçka, kemi Rizartën dhe Aldon që po shprehin emocione, por kemi dhe Loredanën në këtë anë të lënduar. Por gjithsesi, do të flitet edhe lajmërimi i largimit, domethënë i një banori që sonte pritet që të largohet. Spekulimet rreth largimit mbushin atmosferën me tension. Emri më i përfolur është Viserlo, por surprizat janë gjithmonë të mundshme. Momenti kulminar i mbrëmjes është hapja e zarfit nga Ledion Liço, me emocionet e banorëve dhe në kulm që publiku pret me padurim vendimin. Ne do të shohim sonte se çfarë do të ndodhë, domethënë na pret një natë shumë e nxehtë, na pret një natë shumë dinamike, ka shumë debate, shumë komente, shumë qëndrime, shumë ide, shumë aleanca, shumë ndjenja, shumë paqartësi, shumë pikpyetje, që të gjitha sonte do të sqarohen në prime-in e radhës. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV dhe njëkohësisht edhe ne do t'japim qëndrimet tona.